Shikues të televizionit Ora News, mirëmbrëma. Ky është emisioni Alert, si çdo të premte në orën 21 dhe ritransmetimit të shtunën në 13:30. Do të flasim sot për ushqimin, por jo në aspektin e sigurisë ushqimore. Këtu gjithmonë flitet për ushqimin, për sigurinë ushqimore, për mbrojtjen e konsumatorit, për çështje që na lidhin ne si konsumator, pra me aspekte të ndryshme të jetës së përditshme, por sot do të flasim disi ndryshe. Do të flasim për referuar një raporti të ditëve të fundit të FAO-s, Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi, të nëntorit, i cili është, po themi, i quajtur perspektiva e ushqimit. Është një raport 6 mujor i publikuar në muajin nëntor nga FAO në Rom dhe që flet për tregjet bujqësore globale. Se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 6 muajve dhe si është krahasimi me periudhat më parshme, qoftë në raport me prodhimin, ashtu edhe me çmimin. Diku ka rritje, diku ka ulje të çmimeve, gjithashtu ka edhe rritje të prodhimit, diku ka rënje në sektor të ndryshëm. Kam të ftuar zotin Ilir Pilku, është ekspert i bujqësisë dhe prodhimit bujqësor, kënaqësi që u kam në studio. Për ftesën. Zoti Artan Gjergji është themelues dhe drejtues i FIP.al dhe ekspert ekonomie, mirë se vini në Alert. Kënaqësi. Kam gjithashtu nga Kosova, zotin Fatmir Selimi, është ekspert ndërkombëtar i bujqësisë. Zoti Selimi, mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të përfshijmë edhe Kosovën. Në fakt në Alert, televizioni Ora News shihet në Kosovë në platformën Artmotion, kanali 183 për të gjithë ata që nuk e dinë ose janë duke na ndjekur. Para se të fillojmë me raportin të cilin ju gjithë e keni parë, në fakt, si çdo të premte, ne publikojmë rastet e RAPEX, ato çfarë Komisioni Evropian publikon pra si alerte për produktet jo ushqimore të cilat duhet hiqen nga tregjet. Janë thuajse çdo javë produkte të ngjashme, janë produkte të përdorimit të përditshëm, për të cilat Komisioni Evropian kërkon tërheqjen e tyre nga tregu, janë produkte higjiene, produkte kozmetike, lodrat e fëmijëve janë masivisht. Gjithashtu tashmë me qenë se jemi në prag të festave, ashtu si edhe javën e kaluar, edhe 2 javë të rresht në fakt në vijim, janë në alert fishek zjarret, janë gjithmonë cigaret elektronike, ato me lëng pra vape, janë automjete nga më të ndryshmet me 0 kilometra të reja, pra që janë konstatuar me probleme gjatë ngjarjes tyre kur kanë dalë në qarkullim. Në fakt, megjithëse Komisioni Evropian nëpërmjet sistemit RAPEX njofton për këto produkte që duhen hequr nga tregjet, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregut në Shqipëri her pas here, ose puna e tyre është e përditshme, po të paktën kur sjell RAPEX njoftimet e përjavshme duhet të shtojnë kontrollet, inspektimet në tregje, e sidomos tashmë në periudhën e festave ku edhe blerjet bëhen disi më të shumta patjetër, por edhe disi të shfrenuara. E patjetër që në tregjet tona gjenden produkte që nuk kanë konformitetin evropian, ATC-n, pra që nuk janë në përputhje me rregulloren e përgjithshme, rregulloret specifike sipas natyrës së produkteve. Po ashtu Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregut duhet të ndërhyjë, duhet të ketë një bashkëpunim, ndoshta një sistem të përbashkët me sistemin e doganave për të çekuar, për të kërkuar çdo produkt që sjell Komisioni Evropian me dhonat specifike, me numrin e lotit, barkodin e çfarë ka tjetër një produkt, dhe gjitha këto produkte janë të detajuara në fakt, vendi i origjinës, kodet e tyre edhe gjithë problematika që ata shfaqin. Pra, në këtë rast, konsumatorët mjaftueshëm duhet të jenë të kujdesshëm në blerjet që bëjnë, megjithëse është e pamundur që në shumë raste ti kuptojnë si produkte me probleme, sepse ka produkte që janë prodhuar në vendet e Bashkimit Evropian, ka produkte që janë prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë markimin CE dhe duket çdo gjë konform rregulloreve, por që në fakt nuk janë. Edhe pikërisht Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregut përveç fushatave duhet të ndërmarrë edhe aksione për të larguar këto nga tregjet dhe marketet. Kur themi tregje nuk përfshijmë tregjet e hapura, por çdo vend ku shitet, çdo njësi tregtare e çfarëdo lloj apo mallësie qoftë. Kthehemi tek tema. Sipas raportit të FAO-s, tregjet bujqësore mbeten shumë të ndjeshme ndaj një sër goditjesh të jashtme, duke përfshirë luhatjet e motit dhe zhvillimit e politikave, dhe meritojnë monitorim të rregullt. Sipas vlerësimit të fundit FAO-s, prodhimi global i mallrave ushqimor është rritur gjërësisht, i mbështetur nga rritja e fortë e konsumit dhe një rimëkëmbje
e inventarëve, pra e sasive. Megjithatë, perspektiva tregtare vazhdon të jetë e errët, duhet mbajtur mend kjo. Nga një midis tregtar global në zhvillim dhe pasiguri të vazhdueshme të politikave. Kemi parasysh këtu gjithë ngjarjet që kanë ndodhur që nga 2020, pandemia Covid, më pas konfliktin në lindje në Ukrainë e tjera. Për te vlerësimeve kryesore të tregut, për mallat kryesore, ushqimore, çdo botim përfshin artikujt karakteristikave të veçanta, thot raporti FAO-s, dhe ky i fundit për cilin po flasim, pra i nëntorit 2025, ofron një përgjithësim mbi tregun e plerave, më të detajuar se sa për produkte tjera, e po ashtu edhe për prodhimin global të vajit të ullirit. Sipas FAO-s, para se të fillojmë me pyetjet, prodhimi global i mallarve ushqimor pritet të rritet gjerësisht në vitin 2025, pra deri në fund vitit është parashikimi, edhe në 2026 me nivel rekord të prodhimit grurit, të drithrave dhe orizit. Fatura globale e importeve ushqimore është rritur me 8%, duke rritur me 2.22 trilion dollar. Çmimet ndërkombëtare të vajit të ullirit kanë rënë nga kulmi që ka qenë vitin 2024, ndërsa prodhimi i plerave kimike ka shënuar rritje pas rënjes. Dhe du ta marrni mend zoti Pilku se lidhet automatikisht me bujqësinë tonë. Tregjet bujqësore janë në thelb të ndjeshme ndaj luhative të motit, dhe fatkeqësisht edhe këtë ditë jemi në situata të paktën në Shqipëri, edhe në Kosovë nuk ka qenë mirë. Situata rreshjesh të shumta e ne kemi pasur edhe dëme siç janë përmbytjet. Vlerësimet e FAO-s e fundit pra tregojnë rritje gjerë në prodhimin e mallarve ushqimor, shoqëruar me rritje të fortë të konsumit, duke mbështetur rimëkëmbjen. Megjithatë, perspektiva vazhdon të jetë e errët, e rithekson raporti i muajit nëntor i FAO-s. Po e nisim, po shkojnë në Kosovë në fakt, se si është parë ky raport, edhe për të respektuar se gjithmonë të ftuarit online, se si më duket sikur janë larg dhe nuk u japim kohën e tyre të duhur. Atëherë, zoti Selimi, si e keni parë këtë raport ju dhe në vija të trasha, sa ndikon tek konsumatori i Kosovës, te qytetarët e Kosovës, qoftë s'pari me furnizimet dhe pastaj s'dyti edhe me çmimet, aty ku ka rritje çmimesh apo edhe rënje në produkte të ndryshme. Faleminderit. Unë mendoj që raporti paraqet një situatë të mirë, siç është paraqitur raporti, është një raport shumë i mirë, edhe ka informata të cilat neve na nevojitet të dimë se ka do të fokusojmë në të ardhmen. Në bazë të raporti, na shohim se shumica të këtyre produkteve të cilat janë analizuar, nga këto më së shumë të rëndësi për ne kanë dritrat, mishi dhe qumshti, ndërsa kjo pjesa tjetër është më shumë dedikuar nga tregu, për shembull nga Azia ose për vajin ullirit, Kosova nuk mirret me këtë. Normalisht edhe çmimet e inputeve apo e plerave kanë ndikuar që kosti i prodhimit të jetë më i lartë ose më ulët. Na në Kosovë viteve të fundit, sidomos 2 vitet të fundit, kemi pa një ngritje të rendimentit, për shkak të kushteve klimatike, të cilat në një farë mënyrë kanë ndikuar edhe të njëjtën kohë përdorimi i varieteteve të reja të grurit kanë ndikuar që prodhimtaria në Kosovë të rritet dhe rendimentet janë më të mira se që kanë qenë, dhe po shpresojmë që Kosova në këtë aspekt të ngritë prodhimtarinë dhe të sigurojë për nevojat e veta. Siç po shihet nga shumica e shteteve në Kosovë, vrehet se shumica janë të interesuar që të sigurojnë ushqimin e vet, e pastaj të shohin ku janë mundësi tjera për eksport. Kosova për momentin nga gjitha këto produkte nuk ka mundësi të eksportojë, më shumë është e fokusuar nga prodhimtaria pemëve, perimeve, bive mjekuese aromatike, dhe në këtë aspekt ne kemi një eksport të mirë, ndërsa në aspektin e drithrave, mishit, qumshtit dhe produktet që janë barapa, Kosova është një importues, edhe ne do të shikojmë që të përshtatemi tregun ndërkombëtar dhe që të marrim produkte sa më të lira në mënyrë që të sigurojmë ushqimin në Kosovë. Dhe në fakt, lajmi para 2 ditëve ishte që edhe në ato pak produkte që eksporton Kosova, për shembull turshi kishin rezultuar me probleme në Sloveni me klorpirifos kastraveca turshi, një pesticid i ndaluar në fakt, dhe që e fut Kosovën her pas here në ato njollat e kuqe, po themi, të kontrolle, po kjo nuk ka lidhje me temën, por në lidhje me prodhimin. Që të dy shtetet ne kemi probleme të tilla, për shkak të mungesës së laboratorëve dhe sigurisë së ushqimit, për ata duhet kemi shumë kujdes, pasi që edhe Shqipëria, edhe Kosova në atë pjesë ku bëjmë eksport, sidomos specit dhe tushive,
duhet kemi kujdes që mos hinë artistët në kuqe, sepse besoj që kemi një potencial, një po siguria ushqimit është shumë e rëndësishme në Evropë dhe ne duhet të kujdesemi që mos të hinë artistën e zezë për Evropën, po të jemi një partner i sigurt i tyre dhe ata të besojnë që produktet tona që kanë një kualitet fantastik të mund të përdoren në të gjitha vendet e Evropës dhe në të gjitha vendet e botës. Zoti Selimi, me profesor Imer Rusinovcin, cilin e përshëndes nëse na ndjek, e kam takuar shpesh herë në Prishtinë, kemi diskutuar disa herë në këtë program që është i rëndësishëm që të punohet çdo pllëm tokë, sidomos në kohën e Covidit dhe më pas të konfliktit në Ukrainë, me qëllim që Kosova, por edhe Shqipëria të mos jenë totalisht të varura nga importi i produkteve ushqimore. Si është Kosova në këtë aspekt? Po, mendoj që Kosova, si thash, ende është një vend që importon ushqim, një sasi kogja të madhe, dhe sa eksporti është i diminuar. Raporti është 1:10, dhe më hanë na eksporton një herë, ndërsa marrin 10 herë, edhe kjo po ndikon që edhe shumica parave cilat krijohen në Kosovë të shkojnë më së shumti për shportin e ushqimit. Na po tentojmë çdo vit, dhe ne profesor Sinosin bashkëpunojmë, ne po tentojmë çdo vit që ta përmirësojmë këto të rritin rendimentin, të rritin kualitetin dhe të sigurojmë ushqimin për Kosovë. Mirë po normalisht kushtet klimatike, në njëjtën kohë edhe gjendja në fshatra ku kemi tash në lëvizje nga zonat rurale në zonat urbane, po shkaktojnë probleme, gjithashtu edhe zinxhiri i vlerës, i cili nganjëherë nuk është funksional, po ndikon që na mos të prodhojmë sasitë mjaftueshme të ushqimit për vendin tonë. Për ata, na shumë varemi gjatë periudhës, sidomos dimrit dhe pjesën e parë pranverës nga produktet e Shqipërisë, të cilat ne jemi shumë gëzuar që i konsumojmë, edhe po shpresojmë që në të ardhmen kena me mërri edhe na që një pjesë të produktit që prodhohet në Kosovë, sidomos pemë të imta apo disa produkte tjera, të cilat nuk prodhohen në Shqipëri, të eksportojmë në Shqipëri dhe të bëjmë një përbalansi më të mirë tregtare. Po kjo nuk është vetëm ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, mirë po na duhet gjithë së bashku të shijojmë se cilat janë kulturat me potencial, edhe nga Kosova e Shqipëria, e në raste të ndryshme, ndoshta të bashkëpunojmë që të bëjmë një eksport sa më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e regionit. Në fakt, do kthejmë sërish te kjo, zoti Selimi, po kthejmë studio me bisedën, ndërkohë mikrofonin do ta keni të hapur dhe mund të ndërhyni sa herë të doni. Vesh nëse do të kishim një fer në tregtime së dy vendeve tona, paktën suxhuk edhe qebaba e po ashtu edhe lakra do të kishim masivisht nga Kosova në tregun tonë. Ilir, një koment të përgjithshëm dhe më pas direkt edhe zoti Gjergji me idenë që pastaj të ndalemi në disa tregues të veçantë. Në radhë parë përshëndes kolegun tim Selimi, që është një vlerë e shtuar e bujqësisë së Kosovës, dhe është mirë që e kemi sot pranishëm në këtë studio. Shiko, raporti i FAO-s në ndorit 2025 është një raport global, pra që shikon zhvillimin e bujqësisë dhe trendin në aspekt global. Ndërkohë që Shqipëria më së shumti është e drejtuar drejt penetrimit në tregun evropian. Pra, ka një dallim, sepse edhe ndoshta edhe disa shifra dhe disa algoritma janë duke parë sektorin dhe produktin në aspektin global. Por, ajo që duhet themi është nisur edhe nga një raport i Bankës Botërore, e cila parashikon që në vitin 2050 popullsia në botë do ketë nevojë për 60% më shumë ushqim se ne çfarë prodhojmë tani. Pra që do thotë dhe kjo vjen nga ngroja globale, zvoglimi i sipërfaqes së tokës së punueshme nga shkrirja e akullnajave, pra dhe rritja e moshës të vdekshmërisë në botë, pra nëse flasim para 20 vitesh ka qenë 68 vjeç, sot jemi në një mesatare në botërore 76, do të thotë që kërkesa për ushqim është më e madhe. Dhe në këtë aspekt vlerëson raporti dhe vlerëson prodhimin
bujqësor. Ajo që unë marë në konsiderat në aspektin e Shqipërisë, janë ato produkte të cilat kanë interes për neve. Kuptohet që Shqipëria nuk prodhon dhe s'do prodhoj asnjëherë sheqer, nuk do prodhoj asnjëherë oriz, pra ne jemi gjithmonë të varur nga importi, por ajo që është për atë që jemi të interesuar është çfarë vlere, çfarë trendi rritje në çmim do ketë ky produkt, që aktualisht kemi një konfirmim që prodhimi është në rrugë të mbarë, nuk kemi vlerë financiare në lidhje me çmimet, por kemi një siguri që tregjet do të jenë, stoku do të jetë më i madh, do kemi tregjet do kenë produkt. Pastaj, ajo që është me interes për neve është qumshi, mishi, që ne jemi dhe prodhues, por edhe konsumues, dhe mi të gjitha pastaj kemi dhe deficit tregtar, që kryesisht ke mishi. Afërsisht ne importojmë rreth 100 milion, mesatarisht 100 milion dollar mish nga importi. Pra kjo është ajo që është për të vlerësuar se si do ndikoj, dhe është ai mish i cili është për përpunim kryesisht për sallamerit, dhe si do ndikoj në çmimin dhe në xhepat e konsumatorëve. Ne jemi prodhues gruri ama, pavarësisht në statistikat të vogla në raport me nevojat dhe me importin. Në misër grur në drithra, ne mbulem afërsisht rreth 60-65% të kërkesës së konsumatorit, pra edhe në konsum direkt të popullatës, po ashtu edhe për bazë ushqimore për blegtorin. Pra edhe këtu jemi deficitar, kemi një volum shumë të madh importi dhe kjo ka interes. Pastaj, ajo që është ajo që shija mbi tort është ulliri dhe vaj ullirit. Sepse para pak ditësh kam postuar një material analizë studimore, ku shikohet një rritje gjigande e Shqipërisë në lidhje me tregtinë e vajit të ullirit. Pavarësisht se kemi rreth 6 milion dollar importe, por po të shikojmë si vajin e ullirit dhe si ullirin kokër, pra ullirin e tavolinës, kemi rreth 30 milion dollar eksporte. Dhe që është një gjë e veçantë. 30 milion dollar eksporte ullirit dhe vaj ullirit? Po, kemi një rritje shumë të madhe. Dhe që është për të vlerësuar në këtë raport është dhe tregjet e reja. Pra, Amerika është një treg i madh, një treg konsumues, për cilën Shqipëria do ta shohë me një lloj interesi të veçantë, e nisur kjo edhe nga favoriteti që kemi neve në lidhje me taksat. Pra, ne kemi taks importi vetëm 10%, që jemi një nga shtetet të favorizuara me tregtinë me Amerikën. Dhe kjo është një nga arsyet që vaji i ullirit ka pas në vitin e kaluar, në vitin 2024, ka pas 1.2 milion dollar eksport në Amerikë. 420.000 dollar ulli kokër, ulli tavoline, eksport në Amerikë. Pra në total afërsisht 1.6-1.7 milion dollar. Dhe kjo është për të parë me shumë interes. Pastaj, ajo pjesë tjetër që besoj se do ta diskutojmë është si do ta mitigojmë riskun klimaterik. Ajo është çështje në vete, sa kemi bërë neve, sa janë mbështetëse politika tona, sa kemi vendosur neve fonde për këtë pjesë, sa e kemi promovu, sa e kemi nxit, sa kanë qenë incentivat. Kjo është pjesë, besoj, e diskutimit sot. Zotë Gjergji, ju e një i shifrave. Kështu që shifrat, sipas raportit, janë premtuese në raport me ushqimin. Paktën s'pari kemi ushqim, se pastaj herë tjera diskutojmë për siguri ushqimore, po të paktën e kemi. Por sipas statistikave raportit që keni parë ju, dakord, kulmi ka qenë 2022 edhe i çmimeve, në fakt, nisja e konfliktit në Ukrainë, konfliktit armatosur, por sot me këto shifra, si paraqitet, edhe tregu global, por edhe Shqipëria në raport me furnizimin, me përballueshmërinë e jetesës, duke ditur e nivelin tonë të jetesës këtu, një pjesë e mirë e treguesve
flasim për ullje çmimesh, një pjesë tjetër për rritje, ka një rritje të çmendur në thojza të transportit, për shembull, me kontejner, transportit detar, që automatikisht ndikon tek tregu, ka një rritje çmimit të plerave kimike, fertilizers që automatikisht ndikojnë tek fermerët tanë dhe prodhimi. Ashtu siç dhe ju e thatë, dinamika e çmimeve të mallrave të konsumit është një element që varet shumë nga konjunktura që ka tregu, nga arsye nga më të ndryshme, i përmendi kolegu Pilku përpara, duke filluar që nga kushtet klimaterike, tek gjithë faktorët e brendshëm ose të jashtëm që ndikojnë tek oferta, pra ndikojnë tek prodhimi. Në radhë parë duhet kemi ushqim, që më pas të diskutojmë në lidhje me distribucionin, në lidhje me kostën, në lidhje me shpërndarjen, në lidhje me shumë elemente të tjerë. Kështu që në qoftë se i referohemi raportit FAO-s, të cilit për vërtetë unë hodha një sy të shpejt statistikave kryesore, tregon që kemi një stabilizim, do thotë, të trendit të çmimeve në 2-3 vitet e fundit, sepse pikun ashtu siç e thatë me të vërtetë e patëm me Ukrainën, por nuk duhet të harrojmë dhe periudhën e Covidit. Në periudhën e Covidit ne patëm një goditje të jashtëzakonshme të rritjes së gjithë llojeve të çmimeve. Nuk bëhet fjalë vetëm për çmimet e konsumit dhe produkte ushqimore, por për gjithë llojet e çmimeve. Kështu që akoma ekonomia botërore, tregjet, prodhuesit, konsumatorët, ndërmjetësit që e facilitojnë këtë lloj shkëmbimi të madh të shërbimeve nëpër botë, akoma pa u stabilizuar nga efektet të jashtëzakonshme që dha një fenomen që në ekonominë e quajmë miel ma e zezë, ashtu që nuk ka miel në zezë. Nassim Taleb, Nobel Prize in ekonomi, thot e quaj miel të zezë, pra diçka që vjen nga jashtë logjikës së tregut, e papritur dhe Covid ishte fiks një miel me zezë. Pra, akoma pa absorbuar këtë problemi që patëm në treg, me rritjen e çmimeve, me ndryshimin e mentalitetit, e konsumit, e jetesës, e shumë gjëra tjera, ne patëm pastaj probleme gjeopolitike, të cilat për vërtet kanë qenë gjithmonë. Asnjëherë bota nuk ka qëndruar, pra nuk ka pas pushim nga luftrat, por kanë qenë më të lokalizuar, ndoshta kanë qenë më tepër të përqendruar në kontinentin e Afrikës, ose ndoshta në këto vendet e botës së tretë që quhen në këto terminologjitë ndërkombëtare, por që tashmë kemi lufta që janë me të vërtetë që ndikojnë të gjithë mekanizmat ndërkombëtar. Dhe lufta e Ukrainës ishte goditje shumë e fortë, sepse Ukraina në vetvete, vetë si treg, po së bashku me Rusinë të dyja bashkë, përbën një pjesë të jashtëzakonshme të import-eksportit, sidomos në produktet ushqimore. Pra Ukraina dhe Rusia bashkë bëjnë diku, në mos jam gabim, diku më shumë se 60% të ofertës së kornës, pra të këtyre dritrave në tregjet ndërkombëtare. Dhe duke qenë se këto dy shtete janë në luftë prej 2-3 vitesh, absolutisht kjo do kishte ndikim në tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, pra përtej këtij pikut, raporti tregon shumë qartë që çmimet kanë ardhur duke u normalizuar, që do të thotë agjenda ekonomik kanë arritur të gjejnë rrugët e tyre të duhura, dhe kur themi agjenda ekonomik, gjithë zinxhiri, pra që nga prodhuesi, transportuesi, magazinuesi, e deri tek tavolina e secilit konsumator në shtëpitë e tyre. Kështu që kjo është një element pozitiv të gjykoj unë, i cili duhet parë në këndvështrim optimist. Pra rënja e çmimeve, rritja e volumeve, dhe po të shohësh në gjithë ato klasifikime që FAO bën, pra gjithë ato grupimet e mallrave kryesore, që ku hyn drithrat, ku hyn produktet e dajri, pra produktet e qumshit, e nën produkte tjera, apo vaj ullirit e me radhë, pra të gjitha këto produkte tregon që kanë, përveç mishit dhe produkte, apo kakao janë disa produkte që tashmë kanë filluar të konsiderohen pak si luks, si mallra luksi, për arsye kryesisht të ofertës. Nuk do të harrojmë që për shembull produkte e kakaos dhe kafes vinë nga vendet e Amerikës Latine, dhe atje normalisht kanë pas probleme klimaterike, se kjo është një element shumë i rëndësishëm dhe një ndër sfidat sipas Bankës Botërore të këtij vjeçari. Kështu që janë gjithë të komponent të cilët na bëjnë të mendojmë që pavarësisht vërtetësive që ka pasur bota këto kohë, pra lufta vazhdojnë, problemet vazhdojnë, ndërkohë që për fatin tonë të mirë, prodhuesit kanë arritur të shohin optimizëm tregje. Për fatin tonë të mirë, shohim, pak në gjithmonë duke referuar raportit të FAO-s, shohim që prodhuesit të ndikuar nga rritja kërkesës, pra kanë parë që ka kërkesë tashmë, pra që tregjet kanë filluar të relaksohen, kanë rritur edhe sasitë e prodhimit. Se duhet kuptojmë që ekonomia është matematik, pra ke plot prodhues që e frenojnë vetë sasinë e prodhimit, sepse e shohin që nuk ushitet, pra sa ku ta prodhojnë. Kanë ndikim, kanë ndryshojnë, pra produkte, shumë nuk jam ekspert i bujqësisë, po si vjetë e mbollën grur, vitin tjetër mbjellën mizës, sepse shohin që ka rritje çmimi, pra s'ka treg.
Kështu që kjo tregon një lëvizje më të zgjuar nëpër tregjet aktorë dhe kjo është një lëvizje pozitive dhe kjo është reflektuar dhe në rënien e çmimeve. A mund të kishin rënë më tepër çmimet? Absolutisht po. E para nëse s'do kishin probleme gjeopolitike, e dyta nëse s'do kishin probleme të tjera që vinë në treg për shkak të energjisë, për shembull, një ndër kryesorët arsyet kryesore pse janë rritur kostot e transportit, është janë kostot e luftrave në radhë parë, pra kemi këto ngushticat e famshme dhe rrisje që absolutisht, janë ngushticat e famshme që gjuhen nga piratë, janë Houthit këtej në Dubai, kemi pastaj kanalin Suezit edhe aksidente me radhë, pra ka disa komponentë përveç rritjes së çmimeve të energjisë, nafta, gazi, pra gjitha këto mjetet me cilat punohet, absolutisht rrisin kostot. Kështu unë do e shifja si pozitive, pra pavarësisht vështirësive që tham, pra kostot e rritjes së çmimeve, luftrat, transporti, fertilizers, apo klimateriket, pra pavarësisht se këto 5 indikatorë vazhdojnë të jenë prezent, nuk kemi në reduktim të këtyre indikatorëve, shohim që çmimet kanë një rënje. Pse ka një rënje? Sepse kemi rritje të prodhimit dhe kjo është pozitive. Dhe rritje e prodhimit, po ta shohësh me shumë vëmendje, me një kështu analitike, është rritur prodhimi kryesisht në produktet që kanë një konsum në masë. Pra, tek produktet e drithrave dhe të orizit. Pse? Sepse për faktin e thjesht që ekonomia më madhe konsumatorë është në zonën e Azisë. Pra vetëm India dhe Kina bashkë, sa India sot është në vendin e parë për numrin e popullsisë, ka një popullsi për 1.7 miliard banorësh, Kina ka 1.5 miliard banorë, por vetëm 3.2 miliard banues në këto dy vende janë 40% e konsumit të qytetarëve të botës, pra nga 8 miliard që është gjithë bota. Pjesa më e madhe e këtyre njerëzve i kanë konsum të përditshëm, pra i kanë në dietën e tyre të përditshme të konsumit, si drithrat, ashtu edhe sidomos orizin. Pra, po t'i shtosh kësaj tabele, pra është shumë e rëndësishme kjo pjesa e konsumit, sepse edhe oferta orientohet në varësi të konsumit. Po t'i shtosh kësaj tabele, unë përmend edhe në 2 shtete, po t'i shtosh disa shtete që kanë një rritje të frikshme nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja e gjeografisë, pra e njerëzimve popullor, siç është Indonezia, siç është Pakistani, ju garantoj që gati 70% e konsumit rrotullohet vetëm në atë zonë, pra në zonën e Kinës, Indisë, pra gjitha i pelgu i tashëqurit lindjes lak. Kështu që e parë në këtë këndvështrim, pra pavarësisht se kërkesa vazhdon të rritet, popullata vazhdon të rritet, pavarësisht se janë këto komponentet e riskut, përsëri kemi një rënje të çmimeve dhe kjo është pozitive. Unë do doja dhe shija me optimizëm këtë gjë. A ka sfida përpara, disa prej tyre përmendi me shumë drejt zoti Pilku dhe mund t'i trajtojmë edhe në vimësi. Po, në një pamje të përgjithshme, unë të jem sinqert pata një shije optimiste për të ardhmen në lidhje, pra gjithmonë nivel global. Pastaj, po të vim të tregu shqiptar, diskutojmë shumë gjëra të tjera. Do ndalemi në tregun shqiptar të Shqipërisë dhe Kosovës pas reklamave. Një hapësirë e shkurtër publicitare, mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për raportin e FAO-s, Organizatës Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi, në lidhje me situatën 6 mujore të tregjeve globale të prodhimit dhe të çmimit, pra të çmimeve të produkteve bujqësore. Do shkoj sërish tek zoti Selimi në Prishtinë, cilin e kam online. Kam një pyetje në lidhje me pra për ta mbi gjetjet e raportit, por bazuar në këto statistika. Ku shikon ju potencialin e bujqësisë Kosovës? Po, mendoj që potenciali i Kosovës është më shumë të këto produktet që ka mbledhur të shtuar, normalisht të pemt perimet, të mjekues aromatike dhe të pemt të imta, të cilat në Kosovë kanë një zhvillim më të hoshëm, sidomos këto 10 vitet e fundit, dhe kemi krijuar edhe një lidhshmëri me tregjet europiane, duke siguruar në të njëjtën kohë që këto produkte janë të shëndetshme dhe të sigurta. Mendoj që Kosova ka këtë potencial, gjithmonë gruni dhe këto kultura tjera që janë dritrat kanë një rëndësi strategjike për Kosovën, mirë po mund të themi se gradualisht është duke u shkuar drejt asaj që pronëtaria e grunit dhe kulturave të dritrave është duke shkuar në sipërfaqe më të mëdha, ndërsa sipërfaqe më të vogla janë duke shkuar te pronëtaria e pemëve dhe perimeve, dhe në këtë mënyrë krijohen të ardhna sa më të mira, më të mëdha për fermerët kosovar. Po prodhimi blegtoral, si e konsideroni? Sigurisht Kosova edhe Shqipëria janë larg
eksporteve, po themi, po të paktën për ballimin e situatës e kërkesës e konsumatorëve vendas, e kjo krahasuar pastaj edhe me konkurrencën e çmimeve me produktet e importit. Po, përëmësaria bregtarale në Kosovë është mesatare, ndoshta pak më mbi mesatare, mirë, po na nuk i plotësojmë kushtet, dikun rreth 50% i plotësojmë nevojat e Kosovës. Kemi shumë të mështore, kemi domthonë teknologjinë, kemi të mirë, gjithaj kemi mirë, po çka po ndodh që nuk po jemi konkurrent me produkte që kanë vlerë të shtuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse produktet e Kosovës ndoshta kanë një çmim më të ulët se produktet që importohen, dhe këtë mënyrë na nuk jemi konkurrent me ta, dhe diku mbi 14 milion euro importohen çdo vit nga kompanitë apo këto supermarketet e mëdha, sepse nuk mund të sigurohet një trajtshmëri, nuk mund të sigurohet sasi e mjaftueshme për këto supermarkete, edhe për këtë shumica e këtyre tregtarëve apo supermarketeve importojnë produkte nga vende tjera. Mendoj që edhe përëmëtaria bregtarale ka një vlerë shtuar dhe ka një potencial për zhvillim, mirë po politikat e qeverisë duhet të orientuara mirë drejt kësaj, edhe mendoj se edhe pse qeveria deri tash i ka përkrahur goxha shumë domon sektorin bregtarisë, ende nuk kemi rritur që të plotësojmë kapacitetet e Kosovës. Qartë. Zoti Selimi, një pyetje pastaj për cilën do përgjigjen edhe ekspertët në studio, që është e njëjtë për të dy vendet, fakt, një situatë deri diku thuajse e njëjtë. Jemi në një periudhë prej disa ditësh në rreshje të mëdha shiu, në Shqipëri ka pas përmbytje, në Kosovë mos gaboj nuk ka pasur, por dimri është përpara, mund ketë breshër, mund ketë stuhi, pranvera po ashtu, vera e thatë e tjera, dhe sa të rëndësishme janë sigurimet në bujqësi. Është një element, besoj, që jep një farë garancie edhe fermerit, dhe ati që investon në këtë sektor, por edhe mbron prodhimin disi. Po, unë kam qenë i angazhuar në një projekt të zhvilluar nga IPC, që është pjesë e Bankës Botërore, dhe së bashku me të dhe me Ministrinë e Bujqësisë, Kryetarisë të Zhvillimit Rural të Kosovës, kemi zhvilluar një produkt, apo i kemi zhvilluar sigurimet bujqësore deri në një nivel ku nëpërmjet subvencioneve, ku shteti ka subvencion deri në 75% të asaj rrezikshmërisë, kemi punuar për 7 vite dhe kemi arritur të zhvillojmë një produkt që ka qenë mjaft i mirë. Mirë, po fatkeqësisht në fund politika e ministrisë ka ndryshuar dhe nëpërmjet një ligji këto sigurime janë bërë te grantet, edhe që 2 vitet e fundit nuk kemi pas domosht zhvillim të mëtutjeshëm të sigurimeve bujqësore. Mendoj që sistemi që është zhvilluar nga IPC-ja ka qenë i shkëlqyeshëm për kushtet cilat i ka Kosova, e mendoj që edhe për Shqipëri, mirë po në pamundësi të zhvillimit të politikave që janë qëndrueshme, të njëtrajtshme nga partitë ndryshme politike, tash kemi ardhur në një situatë që ndoshta duhet të kthehemi prej fillimi dhe të tentojmë të zhvillojmë prapë këto sigurime bujqësore, që në një mënyrë ja kanë mbuluar rrezikun fermerëve tanë, sidomos për këto rreziqe që paraqiten si nga ngricat e hershme, nga breshri, nga thatësira, nga temperaturat e larta. Këto që janë rreshtit e mëdha, këto sene, këto janë katastrofa natyrore, të cilat shteti nganjëherë ka fonde rezerve të cilat ja u paguën dame që shkaktohen. Por mendoj që duhet të zhvillohen më mirë sigurimet bujqësore në mënyrë që të iket edhe të ikim asaj që të ketë korrupsion, apo një farë përllogaritje e shokëve, miqve, dashamirëve apo antarëve të partive për shkak të se janë antarë të diçkafe, jo për shkak se është bën një analizë teknike se sa ka qenë dëmi, edhe se si duhet na të mbajmë ta fermerët të vazhdojnë të punojnë në sektorin e bujqësisë. Do kthehem sërish tek ju, e ritheksoj që mikrofoni juaj është hapur. Ilir, ke ndërhyrje apo? Jo, është lidhe me sigurimin, dua sepse në Shqipëri e vërej që nuk funksionon akoma. Ka shumë arsye në fakt, por jo subvencionimi i primit, jo mos investimi, se ti duhet të investosh në atë çfarë ndërton që dikush të ta marrë përsipër, Shiko, dëmet në bujqësi janë të konsiderueshme në Shqipëri. Çdo vit ne kemi problematika të rreshjeve, kemi problematika nga rreshjet e shumta, kemi problematika nga ngricat, nga ndryshimet klimaterike, në momente të një klime të ngrohtë ne kemi ngrica ose anasjelltas.
Dhe një nga faktorët kryesor është mungesa e sigurimit në bujqësi. Ka pas vetëm një iniciativë në vitet, në mos gabojmë 2015-2016, me subvencionimin të primit të sigurimeve. Është i njëjti projekti i FCS, mos e u gabim. Po që ndikoj tek Ministria për ta vendosur në një nga skemat, që për hir të vërtetës nuk u promovua shumë, nuk pat një lloj përthithje nga sektori, se kuptohet kërkoj një masivitet shpjegues, seminare e të tjera, dhe aplikimet ishin fare minimale. Po ndërkohë që edhe vetë kompanitë e sigurimit nuk e shikojnë me interes, ashtu si dhe sistemi bankar nuk e shikojnë me interes. Sepse është produkti me risk. Është produkt me risk. Tash e dim të gjithë që ndryshimet klimatike po kanë një efekt negativ në bujqësi dhe shpeshherë institucionet financiare kërkojnë edhe një mitigim të riskut nëpërmjet investimeve të vetë sipërmarrjes. Pra, ti do investosh në këtë lloj teknologjie. Mund të më merr mollët në mbrojtje nëse ti nuk ju bën rrjeta. Po. Pra, kjo është një pastaj nëse subvencionon shtetin ato apo në primin e sigurimit e tjera gjëra. Pastaj neve si përmarrje në bujqësi nuk e kemi shumë atë logjikën e mirë dhe të pastër që nëpërmjet këtyre investimeve ne mbrojmë prodhimin tonë. Kanë qenë skemat, 2 vite rresht skemat e granteve, investime me grante nga buxheti i shtetit, kryesisht për rrjetat anti-breshër, dhe ne nuk kemi pa aplikime që duhet ishin masive. Unë i prisha masive këto aplikime, po kanë qenë me numra shumë të vegjël. Ndërkohë që në Korçë bën breshëri, bën prishje të cilësisë së mollës deri në shkatrim, në Sarandë 2 vitet e fundit ka pas një dëm kolosal që ka shkuar rreth 7-8 milion euro dëmi në mandarina, dhe në Vreshtari e njëjta gjë. Sot ne kemi prezente me shiun e madh në serat, i kemi të përmbytura në Goriçandi, Vjak e të tjera. Te kemi një besoj se fatura do të jetë shumë e madhe, dhe ne nuk kemi, prandaj themi që bujqësia kërkon buxhet. Unë në një raport të Bankës Botërore para pak vitesh kam lexuar një shifër që ishte një shifër nëse injektohet një kapital prej afërsisht $650 milion i menjëhershëm në bujqësi, ne mund të kemi një rigjenerim të bujqësisë shqiptare. Pra, Serbia. Nuk mund shkojmë më shpejt. Pra, tash subvencionet, jo buxheti, subvencionet e ka 650 milion. Për subvencionet, për injektim direkt, për mendova subvencionet. Kështu që kuptohet që kërkohen kanale vaditëse, kanale kulluese, hidrovore, rrugë lidhëse fshati, rrugë dyqësore, rrugë të treta, investime në direkte, subvencione, pra të gjitha këto, pastaj nuk po diskutojmë atë pjesën e sigurisë ushqimore që kërkon një buxhet, por nëse do të shikojmë pak në sfidat që i përkasin bujqësisë shqiptare në lidhje me raportin e FAO-s, unë do të thoja që ne mund të jemi përfitues nga ky raport, ne mund të jemi përfitues për një numër produktesh aktivitetesh tona bujqësore. Por që ne të jemi sfidues për këto aktivitete, kuptohet që kërkohet një rritje e cilësisë, kërkohet një standard më i lartë, kërkohet një gjunshmëri më e mirë dhe kërkohet certifikimi të produkteve. Pa të gjitha këto lidhen me sigurinë ushqimore. Ekosistemi. Patjetër që lidhen. Prandaj shiko, dhe pastaj e pjesë tjetër, ndoshta kam dhe e pasaj që unë e shikoj me shumë interes, duke parë edhe pozicionin tonë geografik, duke unisur dhe nga tradita që ka Shqipëria, ne kemi shumë mundësi të përfitojmë, për shumë akvakultura. Po të shikosh raportin e FAO, thot që peshkimi do ketë rënje, por do ketë rritje, sepse është kërkesa për produkt, është e lartë, do ketë rritje për akvakulturën, investimet të cilat bëhen në rezervate peshku në det.
Atëherë, me gjithë vi kilometrike që ne kemi detare, mund të shfrytëzojmë në mënyrë të përkryer, në mënyrë që të jemi një potencial eksportues me kultivimin e peshkut. Po ashtu shikoj duke u nis pak edhe... Vetëm se du të luftojmë pastaj edhe për kuotat e peshkut. Patjetër, shiko. Du të kesh produkt njerëz që të kërkosh pastaj kuota. Ne kemi arrit në disa kuota që nuk i kemi menduar aq shumë. Patjetër. Siç është vaji ullirit, pra sepse patëm një reformë në 20 milion. Kuota që kemi për prodhimin e produkteve ujore. Patjetër që janë çështje negociatës. Pse kemi marrë takosin që kemi edhe në Shqipëri sot? Po ai që shikoj me shumë interes është që ato produkte të cilat ne jemi deficitar, por e kemi potencialitetin për të zhvilluar. Pra kjo është ajo gjë më interesante. Shikohet që një rënje e prodhimit të mishit të viçit, pra do thotë që kërkesa do të jetë më e madhe sepse ka lidhje me skarcimin e tufave, me atë që Bashkimi Evropian vendosi që kemi 1.4% më shumë se sa në vitin 2024. Ndotja ambientit nëpërmjet emetimit e tjera, ndërkohë që kërkesa është më e madhe, Brazili ka një rënje dhe Amerika ka një rënje të prodhimit të mishit. Ndërkohë që ishin lider dhe janë lider në treg. Dhe ne duhet ne duhet ta shfrytëzojmë këtë posibilitet për përfituar nga kjo. Pa hequr asnjë presje asaj që thot kolegu Tilku, unë tentoj ta shoh si ekonomist që realisht janë radhë parë unë gjykoj që Shqipëria problemi kryesor që ka pas ka qenë se ne kur nuk kemi qenë të vetë mjaftueshëm financiarisht dhe ekonomikisht. Çfarë do thotë kjo? Ne jemi një ekonomi që bazohemi fuqimisht tek importi. Edhe ato të ardhur, këtë importin, të konsumin e madh që na vjen nga importi, këtë produkti që na vjen nga importi, si i kemi financuar deri sot në 30 e ca vite, në vend që të krijonim stabilimente, biznese, kuptohet, jo duke filluar nga të mëdha, në asnjë vend në përgjithësi, në vendet kapitaliste, normalisht kapitali formsohet do vite, do dekada të formsohet. Nuk pretendonim ne të kishim fabrika të famshme karamelesh apo çokoladash apo por ne që në qelis, pra ne vim nga një shtet, vim nga një ekonomi me bazë agrikulturën, absolutisht. Kështu që paktën aty ne duhet kishim investuar goxha. Kemi një rikthim të emigracionit që po tenton ta bëj, po tenton ta mbush këtë lloj boshllëku, por çfarë vjen? Nuk kam asnjë lloj favorizimi. Pra nuk kemi asnjë lloj mbrojtje. Dhe unë dua të kthehem edhe tek produktet financiare që u përmendën, sepse janë me shumë vlerë, edhe pse kanë vështirësitë e tyre, dhe unë mund t'i përmend disa prej vështirësive, por duhen patjetër. Duhet zgjot interesi i kompanive të sigurimit në radhë parë që t'i ofrohen është një treg me risk, po mund të gjenden formula që edhe kompanitë të përfshihen, edhe shteti të kontribuojë një farmase, pa ma dohan të jetë graduale, tërheqja shtetit gradualisht dhe hyrja kompanive, pra mund fillojë shteti të jetë aktor kryesor, pra të jetë kështu një tort treshe, si i thon fjalës, pra një far leku ta vën vetë fermerët, shtetit bëj detyrën e vet, kompanitë e sigurimit të hyjnë dhe pastaj kjo tort fillon avash shteti tërhiqet dhe ndel një marrëdhënie biznesi normalisht e pastër mes, po ama produktet financiare janë produkte të bazuara mbi besimin dhe ky është element shumë i rëndësishëm. Pra në qoftë se një ditë bukur fermeri, edhe pse ka paguar atë primin, pse pra shefqi dëmtohet malli, ndërkohë që heq zita ulliri për të marrë ato parat ke kompania e sigurimit, pastaj ky është element që nuk ka shtet që e rregullon më. Por a duhen absolutisht sa më shpejt. Do unë mendoj që më vjen keq që projekti i IFC-s dhe i Bankës Botërore, edhe pse me vullnetin më të mirë të mundshëm atëherë të autoritete, Banka Botërore patet goxha, të ka qenë projekt rajonal për Shqipërinë, Maqedoninë, Montenegron, pra gjitha, nuk e di se ku cedoi, por që pothuajse është harruar. Pra nuk ka një pjesë të buxhetit të Ministrisë së Bujqësisë që të merret me këtë pjesë. Për të kthyer tek gjëja që po thoja. Ne një herë parë duhet të vetë mjaftohemi. Ne një herë parë produktin shqiptar made in Albania duhet ta ofrojmë tek ato linja biznesi që konsumojnë mallin e huaj. Kemi 2 vite që kemi një super rritje të turizmit. Po, unë këtë e them shpesh herë, e them dhe në formë shakaje, në fakt, nëpër statuset publike, po është e çuditshme që na vijnë turistë nga gjithë bota për të ngrënë produkte bio, por nuk e dinë të varfrit që hanë domaten greke, hanë ullirin grek, hanë kastravecin, apo mollën e Maqedonisë, me radhë pra jemi kthyer në një ekonomi
që konsumon mallra eksportit dhe kjo është për të keq. Dhe ajo çka është, jo se tashmë, nëse ndoshta para 10 vitesh kjo apo 15 vitesh kjo ishte deri diku e legjitimuar se nuk kishte produkt vendas, sot është për të keq se ka produkt vendas. Qofte edhe me, pra do të ketë një çik edhe ndjet patriotizmin biznes mendoj unë. Nuk të bën më të pasur ai 5 lekësh që të kursem duke konsumuar mallin produktin e importit. Pra, ti mund t'i japësh ne e quajmë në ekonomi efekti spillover, pra efekti i rradhëve. Ti mund t'i japësh një ndihmë ekosistemi duke e paguar ndoshta granitin 5 lekë më shumë se sa malli i importit, po ai më granitin e ke këtu, e ke konsumator dhe graniti. Për shembull, më pëlqen filozofia që përdor djali i Mrizit Zanave. Altini. Brillante. Pra jo vetëm që ndërtoi aty ku s'ia hante me një askuj për ndërtuar, por çfarë bëri? Tentoi të fuste në zinxhir, sepse gjithë e dimë që zinxhiri i prodhimit deri te konsumi është një element shumë i rëndësishëm. Sepse vlerë pikërisht pra. Pra, një Altin, një Mrizanash atje aktivizoi gjithë zonën dhe është një shembull i jashtëzakonshëm që është për të keq që nuk e merr për bazë Ministria e Bujqësisë me radhë. Tashi, vinte detyrat e qeverisë. Unë mendoj qeveria paktën në këtë drejtimin e sektorit strategjik, është fokusuar ka agroindustria, është fokusuar tek bujtinat, e ka dhënë efektin të jashtëzakonshëm. Pra, efektet po fillojnë të vilen. Ashtu si qeveria më përpashme u investua shumë në drejtim të arrorëve, të agrumeve, ullirit dhe me radhë, dhe ne sot mbas 10 vitesh po shohim, sepse është cikli i prodhimit. Pra, një pemë ulliri do nuk e di 5 vjet, 8 vjet që të kalojnë prodhim. Ti sot ke kompani në veri të vendit që kanë kontrata me kompani çokoladash në Zvicër. Jemi vendi 2 eksportues për frymin mandarinës, e me radhë, pra ka efekte. Të njëjtën gjë qeveria sot e ka bërë me bujtinat. Sikur këto bujtinat tashmë të harmonizohenin. Ashtu siç u erdhi mirë, pra duhet jemi edhe çik patriot në konsum. Siç u erdhi mirë kur merrni duhet të ndërtoshin spari në model agroturizmi. It's okay, jam dakord. Dhe pastaj të zgjerohen. Janë aty ama, janë subjekte që mund të konsumojnë. Ashtu siç u erdhi mirë kur morën fonde nga IPARD-i, nga AZBR-ja, nga bankat, pse jo, sepse ka pas tentativa edhe për të fshirë bankat, po është sektor bujqësie, sektor i vështirë. Nga pikpamja union financiar, nga pikpamja riskut, ka problemet e veta dhe nuk e diskutoj këtë pjesë. Ashtu siç u erdhi mirë kur morën një farë mbështetje, unë mendoj që duhet jenë secili një flamur. Të njëjtën që siç bën Altini i Mrizit për shembull, është ideal tjetër në Rrëshen, mos jam gabim. Ka një biznes që jep zonë në kanun, mos jam gabim. I jep ekosistem. Pra, po edhe një fushar është i ngjashëm. Një fushar që mbledh frutat e thata. Brillante. Pra, këto ekosisteme të vogla lënë vlerë të shtuar të jashtëzakonshme, ndërkohë që malli që ti përdor nga importi është thjesht ka një marsh tregtari dhe mbaron aty. Ti ç'a bën? Po fuqizon fermerin maqedonas, fermerin grek dhe këtë nuk mund ta presim nga konsumatori. Pra, unë mendoj që nëse biznesi nuk i bëhet krah njëri tjetrit, për të dhënë atë efektin zinxhir në ekonomi, do ta ketë shumë të vështirë. Pra, nuk mund të presim nga shteti, nëse ti nuk merresh vesh me vllain tënd, me atë kufiarin tënd. Pra, njëri ka stallën e lopëve, tjetri ka bujtinën, tjetri ka restorantin, që se këta tre nuk merren vesh me një tjetrin, kur nuk ka për ta shteti me një zgjidhje ç'është problem. Pra, mendoj që ne kemi mjaftueshëm kërkesë. Pra, flas për tregun e brendshëm mirë. Përpara se të mendojmë shumë strategjikisht për teori konspiracioni e për eksporte me radhë, unë mendoj që njëherë duhet investojmë kjo marrëdhënia këtu, të rrisim vlerën e shtuar brenda ekonomisë dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Patëm fatin e madh që patëm i bum turizmi, arsyet i diskutojmë se pse erdhi, qysh erdhi, njëherë na shohin si vend ekzotik, po dhe një farë PR i mirë është bërë, erdhën ama. Pra, është fakt, ka 2-3 vite fundi që kemi pas një influks të jashtëzakonshëm turiste dhe kjo prodhon konsum. Na edukuan përdorim kartat, na edukuan përdorim POS-et, na arritën fluksin e po ama angeli kjo vlerë e shtuar në ekonomi, unë dyshoj shumë. Ka pas impakt pozitiv, por unë dyshoj shumë. E margjinuam ne vlerën e shtuar? Pikërisht pra. Kështu që përpara se shkojmë, është për të ardhur keq, ti ke sot subjekte që shohin interesin e tyre personal, ke sot që eksportojnë, kur shumë mirë këtë produkt mund të, pra, se është kjo pjesa, ne eksportojmë në Greqi vaj ulliri, po eksportojmë atë të virgjin, atë të mirë, ndërkohë që ndoshta marrim surrogatën fare, atë mallin më pak cilësor, pra bëjmë edhe këto edhe gjëra të tilla. Tregtari shkon merr me surrogatën se është më i lirë, e konsumon dhe këtu hyn pastaj ke cilësia ushqimore, ke siguria ushqimore me radhë. Kështu që
duhet fillojmë nga vetja, mendojmë parë se të kërkojmë çdo gjë nga shteti. Unë ndoshta jam edhe kështu free marketer në filozofi. Zoti Selimi, cilat janë masat apo investime që duhet që politika bujqësore në Kosovë ka marrë ose duhet marrë në lidhje me uljen e riskut klimatik, pyetja e parë, dhe e dyta, që më pas do të diskutojmë edhe disa çmime konkretisht, se përse nuk ulen në vendet tona kur ka ulje, përse nuk, ose çfarë masash duhet merren politika qeveritare në dy shtetet tona. Po spari për pyetjen konkrete. Është buxheti subvencioneve. Po, për buxhet mund t'ju them që buxheti i Ministrisë së Bujqësisë është rreth 100 milion euro për çdo vit, ka qenë sidomos të vitit të fundit, ku diku në 65 milion kanë qenë vetëm subvencione, kurse pjesa tjetër ka qenë për grante. Për kraja mendoj që është goxha e mjaftueshme te farmerët, masat që ndërmarr, thash është tentuar që këto të hyjnë këtu për sigurimet bujqësore. Kemi mbërrit që të shesin deri në 150 polisa, mirë po, çka po mungon? Po mungon dëshira politike nga Ministria e Bujqësisë që këto sigurime të shkojnë deri në fund, edhe normalisht se duhet punë e madhe, sepse ne kemi punu 7 vjetë për me mujt me mbrimi 150 polisa, mirë po, ndryshimi në qasje, si nga qeveria, si nga farmeri, si nga akterët tjerë të agrobiznesit, nevojitet në mënyrë që të arrijmë një sukses. Kushtet klimatike tjera që këna ba, nuk kemi futu në mjaftueshëm kritere të grantet apo të subvencionet, se ata të cilët implementojnë domthonjë praktika të mira bujqësore, nuk e kemi futu në asnjë kriter se a munden ata njerëz domthonjë të marrin grante edhe subvencione, mi po këto janë bërë pa kusht kriteri, dhe kjo ka ndikuar që ndoshta këto masa mos të përkrahen as shumë nga ana e bujqëve, të cilët siç e dim ka një lloj frigje se mund të humbin para edhe po kushtin e kanë të fitimit. Te pyetja e dytë, falem një herë nëse mund. Jo, do ta diskutojmë mbas reklamave, pyetjen e dytë se do ta përfshij edhe pjesën e Shqipërisë në bisedë në lidhje me çmimet, se në tregjet globale ka ulje ngritje në tonat jo. Megjithatë, me sa kuptoj, për shembull, ministri i fundit i bujqësisë në Kosovë, Faton Peçi, që u zgjodh edhe kryetari i komunës Mitrovicës Jugut, nëse jam i saktë, në gjykimin tim ka qenë ndër ata ministra që ka qenë gjithkohë me çizme në terren, në ara. Nuk e njoh personalisht, por kjo besoj nuk mjafton. Nuk mjafton. Po roli i ministrit nuk është me qenë ara, as me qenë Facebook. Pikërisht, dhe po them nuk mjafton. Roli i ministrit është me zhvillu politika të mira të cilat ndikojnë që zhvillimi i bujqësisë në Kosovë të ecë përpara. Ai ka bërë një punë të mirë në promovim, mirë po në aspektin politik, në aspektin teknik, mendoj që ka bërë ndoshta më shumë gabime të cilat neve do ta kushtojnë të ardhmen, sepse është rritur shumë përkraje ndoshta që është mirë për bujqit, mirë po apas gjatë problemi i buxhetit dhe problemi i financimit të këtyre vendimeve që e marrë nga ministri do të shqihet më vonë. Do më ndoshta politikisht ai ka vepruar mirë, po teknikisht kjo ka me pas pasoja për zhvillimin e sektorit bujqësisë. Do kthejmë pas pak tek ju edhe po ashtu të publiku, sepse sërish një hapësirë reklamash. Kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po diskutojmë për raportin e FAO-s për prodhimin botëror të produkteve ushqimore, të ushqimeve dhe produkteve bujqësore, më falni, dhe luhatjes së çmimeve të tyre ndër vite. Zoti Gjergji, ndërkohë regjia do na ndihmojë edhe me një link të FIP.al për një tabel çmimesh ku ju keni aty të përditësuar, siç e përditësoni mund të na shpjegoni. Ndërkohë, dua ta lidhim pak me situatën reale në Shqipëri në raport me çmimet. Për shembull, çmimet e qumshtit, e produkteve të qumshtit kanë pas rritje sipas FAO-s. Prodhimet e mishit po ashtu kanë pasur një rritje të lehtë, ndërsa drithrat kanë rënë. Dhe drithrat, indeksi i çmimeve, jo pa qëllim po e lexoj, i FAO-s ishte mesatarisht për vitin 2025 në tetor 103.6 pikë, 9.5% më poshtë se një vit më parë dhe 40.3% më poshtë se kulmi, po themi, ai që ka qenë viti 2024.
2022. Sigurisht edhe karburantet në bursa nuk kanë rënje, nuk kanë rritje, kanë rënje, pavarësisht se kanë lidhje me këtë raport. Çfarë ndodh në Shqipëri që te ne nuk bien çmimet kurrë? Kur rriten, ndoshta në Kosovë mund ta përgjigjet zoti Selimi më pas, rriten çmimet globale në bursa, i rrisim ne. Kur ulen, ne nuk i ulim. Kjo është një pyetje $1 milion, që unë t'ja përgjigje Çfarë duhet të bëjnë ndryshe? Jo, unë e dua, prandaj bëj pyetje. Kjo ka të bëjë me pyetjen. infrastrukturën e konkurencës, pra infrastrukturën makroekonomike të konkurencës së lojtarëve në treg. Pra ne duam apo s'duam, pa dash të bëj debat politik këtu, apo të hedh insinuata politike, në gjitha rastet, në gjitha qeverit, kemi parë krijimin e strukturave të caktuara që në mënyrë indirekte apo direkte kanë dominuar segmentet caktuara të tregje. Pra nuk kemi një treg të lirë, nuk kemi një konkurrencë të lirë nëpër segmentet caktuara, dhe kjo s'ka lidhje me ushqimin, po flasim për gjitha llojet e produkteve, që kjo pastaj, pra në kushte normale, Shqipëria duhet kishte çmime pak më të larta se sa vendet e Bashkimit Evropian, se konsiderohesh vend me risk. Pra nëse vjen një produkt importi drejt Shqipërisë, konsiderohesh vend me risk, dhe kur themi risk ka shumë gjëra. Geopolitik, mos kthimi i lekëve, me radhë, pra mos korrektesa në kontrata etj. Por kjo nuk ndodh me produkte që prodhohen në vendat. Pra teorikisht do kishte konkurrencë. Pra fjala bie, mandarina shqiptare me mandarinë që vjen nga Greqia do kishte konkurrencë. Pra fermerët shqiptar mund të ishin konkurrent. Por çka ka ndodhur? Kemi shpikur mekanizma të tillë, diku ligjore, diku jo ligjor, ku segmentet caktuara, unë mendoj që struktura e prodhimit në Shqipëri dhe e tregtimit në Shqipëri është kryesisht oligopolare. Pra ka disa aktor, jo shumë, 3-4, të cilët dominojnë. Dhe unë nuk dua të pretendoj që kanë çmime, se duhet të kem prova që kanë çmime të fiksuara, që kanë marrëveshje të fiksuara, por që çmimet janë aty. Pra nëse ti bredh në 3-4 furnizuesit kryesor, të nuk ka rëndësi, vëri gishtin të cili mall të duash, të cili produkt të duash, ushqimor ose ushqimor. Do shohësh janë 3-4, madje ka disa segmente që është një tek pull, që furnizojnë tregun dhe përcaktojnë çmimet. Kjo është e kryesore, rrisin marzhet e tyre dhe nuk e kanë problem fare, nuk ndikohen hiç sa është importi. Po, janë sensitiv kur rriten çmimet e importit, por ama kur u bien çmimet e importit, atë marzhin diferencën e mbajnë për veten në formë fitimi. Po, duhet të kemi disa politika monetare për të mbajtur nën kontroll të çmimeve, për t'i frenuar. Politika kryesore është konkurenca. Unë besoj verbërisht te konkurenca në treg, nëse hyrja dhe dalja në treg e aktorëve është e lirshme, pra nuk ka barriera për të hyrë. Dhe barrierat nuk fillojnë vetëm tek pjesa e licencave e ligjeve, edhe tek kapitali, edhe tek favorizimi në importe, edhe tek hyrja para në dogan, edhe gjithë këto element përbëjnë konkurenca pandershme. Kështu që ai zotëria që ka 30 vjet që importon nga Kina apo nga ku diun se nga, absolutisht që ka shumë kollaj të shtypi këtë fermerin e ri, të shtypi këtë prodhuesin e ri në Shqipëri, qoftë edhe duke bërë ato politikat antidumping, politikat e uljes së çmimeve, derisa zotëria dali nga tregu që pastaj dominoi tregun. Kështu që kjo është një strukturë afatgjate, e trashëguar, e koncentruar, e standardizuar në treg që ne kemi vështirë ta menaxhojmë sot. Zgjidhja do vi shumë shpejt. Cila është? Hapja e kufive drejt konkurencës së vendet rajonit. Duam s'duam ne, aty do përfundojmë dhe aty do ndahet shapi nga sheqeri. Pra do ndahen të mirët e tregut që realisht bëjnë biznes bazuar mbi logjikën e tregut dhe bazuar mbi indekset e çmimeve, dhe ata e pastaj që tentojnë të abuzojnë, apo ata që kanë përdorur një taraf politik, nepotizëm, e përmendi kolegu nga Kosova më shumë drejt për një periudhë kohë të caktuar. Ne shohim biznesmen, pra jetojmë në këtë treg, shohim biznesmen që rriten brenda një 4 vjeçari, rriten, zhvillohen, bën të parë të tregut në atë segment caktuar, se janë miku i, jo, zhduken, është miku i ministrit, është miku i dikujt në qeveri, dhe mas 4 vjetësh kur ky ministër nuk është më, dhe brenda njëjtës mazhorancë, ky biznes zhduket. Kjo ndodh te farmaceutika, kjo ndodh te ushqimi, kjo ndodh te tjetër, ndodh te tjetër. Pra, këto janë elemente të infrastrukturës ekonomike që nuk është e thjeshtë për tu ndryshuar sot, por konkurenca, hapja tregve, integrimi i Bashkimit Evropian, për mua këtë pjesë avash do ta zhduki. Unë do të kthehesha vetëm shumë pak tek instrumenti që ne kemi prodhuar, se ka ja dy gjetje elemente shumë interesante. Pra tek FIP-i, ne e quajmë financiarisht i pavarur, sepse aty ka shumë produkte, do të thotë financiarisht i pavarur. FIP pikal është për të mbajtur me kollaj.
Dhe kemi shumë instrumente që i vinë në ndihmë publiku, pra tentojnë të bëjnë edukim financiar, pra si të marrësh një kredi, si ta krahasosh kredin me qerane me radhë. Dhe një ndër segmente që ne kemi parë shumë të rëndësishëm ka qenë çmimet. Pse vjen kjo? Sepse në gjykimin ton, dhe jo vetëm tonin, por kanë shumë ekonomistë në Shqipëri, kemi një farë problematike me të dhënat që nxjerrin stati. Pse? Të dhënat që nxjerrin stati në pjesën më të madhe janë makro. Rrinë ato nivelet kryesore, nuk hynë shumë thellë në nivele kapilare. Pra, flet për importin e agrumeve, po nuk hynë se sa është qitro për shembull. Sa është mandarina, deri në detaj. Nuk hynë deri në detaj, ose mund të hynë në prodhim total, por nuk merret sa në sarand, sa në delvin, pra nuk hynë në këto gjërat kapilare dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Kjo ka të bëjë me infrastrukturën në mënyrën se si Instati ndërton statistikat. Në anën tjetër, në gjykimin tim, tek dhe jo vetëm timin, tek formësimi i shportës së mallrave, se këtu po flasim për çmime, pra çmime është shumë të rëndësishme. Formësimi i shportës së mallrave të konsumit, pra mallrave që secili nga ne në buxhetin familjar i ka të përditshme, i ka domosdoshme. Unë gjykoj që her pas here Instati nuk është korrekt dhe nuk është korrekt pra në përfshirjen a do përfshim këtë produkt apo këtë produkt dhe kjo të çon në konkluzione të gabuara. Pra na del inflacioni sigurisht 3% në kohë që sfidoj Instatin në çdo familje të bëhet një pyetësor, po t'i shtohet atij censusit kombëtar, po t'i shtohen disa pyetje lidhur me këtë gjë, çmimet e Instatit për mua do dalin totalisht jashtë loje, sepse mjafton ju sfidoj shkojnë nëpër marketet e lagjeve, secila anvis, secili person që merret me pazaret e shtëpisë, pra me furnizimet e shtëpisë, e sheh që inflacioni është jashtë, sidomos në produktet ushqimore, është jashtëzakonshëm. Kështu që kjo na ka bërë të mendojmë për një mekanizëm që të vi direkt nga që ne quajmë primary sources, ose burime direkte. Pra mos rrim t'i marrim kështu indirekt nga Instati të dhënat, po të bëjmë një mekanizëm totalisht, se një ndër qëllimet e webit është edhe demokratizimi i dhënave. Pra të hyjë qytetari nga Gramshi, nga Saranda, nga Vlora dhe të fusi listën e çmimeve me sa i blen, me sa i blen portokallin në Sarandë, me sa i blen në Shkodër, me sa i blen në Kukës, me sa i blen pra, dhe secili nga këto dhe ne fillojmë mbledhim të dhëna që në mënyrë që të prodhojmë indekse. Kjo do na ndihmojë shumë. Është në fazat e para, ka një farë kontributi, normalisht ai kërkon fonde për tu reklamuar që edhe publiku ta di, nuk është kaq e kollajshme, por unë mendoj që do doj kohën e vet, por që produkt që do dali. Sot e ke free. Faleminderit për mbështetjen dhe të komplimentoj për punën që bën pa pareshtur. Kështu që, por me aq të dhëna sa kemi publikuar, për shembull ka një dy elemente që kam qejf t'i ndaj me ju. Për shembull, na rezulton që produktet, flas për të njëjtin produkt. Produkti që vjen nga importi është më i shtrenjtë se produkti shqiptar. Portokalli i vendit me portokallin e importit. Po, patjetër. Dhe kjo në të gjithë hartën e Shqipërisë. Pra në të gjithë hartën mund luaj diferenca 10 lekë treja, një portokall që blen në Sarandë me portokall që blen në Tiranë me radhë, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Pra absolutisht të gjithë produktet e fermerëve, pra se themi mallet të lartë. Jo, në qoftë se ne duam. Dhe ty hymë edhe ke konsumi, unë jap shumë rëndësi konsumit, sjelljes konsumatore dhe mbështetjes së biznesit shqiptar. Kemi edhe problemet e tregjeve, ku tregu agroshqimor i Tiranës, i Lushnjës, që kanë disa tarifa që ndikojnë në shtim. Ajo është infrastruktura, pra kjo kolektimi ka bërë, pra edhe janë të struktura që ju përmenda, strukturat oligopoliporare që patjetër ndikojnë negativisht. Por kjo është një element shumë i rëndësishëm, le t'ja themi shqiptarëve. Ore, produkti që prodhojnë fermerët shqiptar është më i lirë, tash nuk duhet të hyj cilësisë, sepse pas cilësia do të zhvillohet. Megjithatë është edhe i mirë. Absolutisht është edhe i mirë, por nuk jam ekspert i asaj fushë, por pra ky është një fenomen dhe ka një diferencë shumë madhe i lirë, më beso, nuk bëhet fjalë për 100 lekë vjetra, 200 lekë vjetra. Gjithse unë i bëj rregullisht. Okej, ju jeni ekspert i fushës, por mua më bën çudi kjo pjesë. Sinqerisht më bën çudi. Pra ç'a prodhojmë ne vetë, se nuk po them për orizin. Që nëse prodhojmë kështu, ai plus minus në të gjithë hartën e Shqipërisë një lloj na del çmimi. Pra ky është një element shumë i rëndësishëm. Një tjetër element që prap mendoj që ja vlen të ndahet këtu është që në qytetet e mëdha, se ka të bëjë shumë dhe sjellje konsumatore këtu, ka një kërkesë më të madhe, ka çmime më të larta drejt produkteve të importit. Ka një besim të qytetarëve, atyre që kanë lek, atyre që janë të mirë nga ana financiare, që produkti që vjen nga importi është më i sigurt, është më i mirë. Jo, kur vjen nga vendet Bashkimit Evropian mund. Në lidhje me sigurinë ushqimore. Se kjo e mban edhe çmimin e karikuar, se nëse nuk do i shitej, pra fjala bie, nëse portokalli i vendit është me 100 lekë të reja, ndërkohë që portokalli i importit është 180 lekë të reja apo 160 lekë të reja, ti ne të bën nëse aty nuk do i shitej, absolutisht do ultet çmimi dhe importi, do merret tonë. Pra, ka disa fenomene, absolutisht harta e çmimeve, ne e quajmë produktin harta e çmimeve dhe supozojmë që nesër pas ne nxjerrim dhe indekse, nxjerrim dhe raporte.
tregon të dhëna, ka nevojë të popullohet, dhe unë nëpërmjet shfrytëzoj studion tuaj nderuar të bëj thirrje publikut, nuk kushton ai 5 minuta të regjistrohet dhe pastaj mund të hedhësh gjithë listën e gjitha qytetet shqiptare, pra aty ku jeni, në qytetin që jeni, kështu që na ndihmoni dhe ne, po ka interes sepse nuk ka informacion në lidhje me këtë gjë. Ne marrim disa spesifike fare për çmimin. Jemi i vetmi vend që nuk kemi market information system. Pra ne nuk kemi. Është një probleme kryesore ta përcakton dhe raporti i Bashkimit Evropian. Statistikat ka nevojë për të investuar në këtë drejtim. Ilir, se jam në 11 minutat e fundit. Ti përmendë një gjë shumë interesante, sepse çdo gjë ka nevojë për një analizë, sepse që ne të arrijmë në konkluzionin pse i kemi ne këto çmime ose nuk i kemi më të ulta, i kemi më të lartë, duhet të bësh një analizë të strukturës së kostos. Jo, në llogarita vetëm pse kur flas gjithmonë paktën për importin, ose edhe prodhim vendas, por që lidhet me lëndë të para e tjera nga importi, kur rritet çdo gjë në bursë, ne i rrisim automatikisht. Kur ulen atje, ne nuk i ulen. Granit, ne të gjitha elementet e kostos, 70% elementeve të kostos, ne i kemi të importit. Pra ne nuk prodhojmë mjete mekanike. Pra mekanizimi në bujqësi, që është një nga problematikat tona, ne na mungon. E para herë jemi deficitar, kemi mungesë mekanikës bujqësore, por ne nuk e prodhojmë si industri, pra nuk kemi industri të rëndë, në mënyrë që ne të kemi mekanikë bujqësore me kosto më të lirë, prodhim vendin në mënyrë që të na dali kosto më e lirë. Plerat, pesticidë ne nuk prodhojmë, na vinë nga importi. Pra gjitha këto ndikojnë në strukturën e kostos. Ne dhe fuqia punëtore në bujqësi, që tashmë është ngritur, sot që ne flasim, në Zarë të Sarandës, është 4.000 lekë të reja dita e punës të një punëtorit. Kanë marrin punëtor nga vendet Pakistanit, nga Bangladeshi, edhe nga Kina ka që kullosin dhitë në atë zonë. Dhe kjo është... Janë familje që kanë ardhur, kanë vite që kullosin dhitë, jetojnë këtu. Kufat e shqiptarëve. Të gjitha kanë kosto, sepse ke një rregullore të Ministrisë të Punës, që duhet i sigurosh ambiente, ushqim, këte, ate. Patjetër që është koston, pa diskutim. Për pos vlerës, pra që e rëndon koston. Dhe ne prandaj kemi këto problematikat që ne shpesher nuk kemi konkurrues në treg. Pavarësisht se vetëm një detaj, kemi kuzhinier filipinez në Valbor. Kupton sa rëndë është situata? Të bëjë mazën e ziro ose flin për shembull. Bëjnë një xhiro tek stadiumi Errolbenja dhe shihni një shoqat filipineze për të rrotulluar që jemi shumë me fëmijët e shqiptarëve. Edhe shkurtimisht tek zoti Selimi në lidhje me atë masat e mundshme për kontrollin e çmimeve në treg, produkteve të paktën ushqimore, se nuk dua të them shporte, se unë kam përshtypjen se ne nuk dimë cila është shporta, cilat janë produktet e saj, po të paktën produktet ushqimore do ishte mirë edhe ato bazë të higjienës e tjera. Po në mendoj që të pari shteti apo qeveria duhet të përcaktohet se bujqësia është zhvillim social apo zhvillim biznesor, dhe duhet ta trajtojnë si biznes, përndryshe ne do të vazhdojmë që bujqësia të shërbejë vetëm për blerjen e votave apo në periudhën kur bëhen premtimet, të jipen shumë premtime, apo në një farë mënyrë të paguhen këto borxhe politike që po ndodhin në Kosovë. E dyta të përcaktimi çmimeve, mendoj që kjo pjesa e rritjes së çmimit të punës ka ndikuar goxha shumë që çmimet të jesin të larta, për shkak se ka mungesë të fuqisë punëtore edhe në Kosovë, edhe në këtë mënyrë kjo po ndikon që çmimet të cilat janë të jenë të besimtarë ashtu të larta. E kemi rastin e mjetrës në Kosovë, ku çmimi i mjetrës normalisht është në nivel botëror dhe ne krahasimet i bëjmë me vendet në region, edhe në atë mënyrë na e përcaktojmë se cili është çmimi. Mirë po, pjesa kryesore gati tash e kostos që shohim që shkon prej 40 në 50 euro për ditë për një punëtor, ndonjëherë edhe më shumë, është ka ndikon shumë që prodhimet tona të jesin ashtu me çmime të larta në supermarketet tona apo në shitore tona. Njëkohësisht, nuk i kushtojmë shumë rëndësi edhe marketingut, sepse produktet që importohen normalisht janë të prezantuara më mirë, paguajnë kosto edhe në supermarkete për vendosjen e produktit, paguajnë edhe për paketimet të ndryshme, edhe duken më bukur, pa marrë parasysh se a është siguria atyre produkteve, a është freskia atyre produkteve, e njëse produkteve vendorit,
mirë po perceptimi i konsumatorit është gjithmonë se si duket, jo se çfarë shije ka. Shumë saktë. Qartë. Ne kemi me sa e njohëm këtë fushë, që sigurisht e njohëm më pak se ju, pjesën e bujqësisë, ne kemi një problem shumë madh besoj me agropërpunimin, që do të ishte një hallk për të lehtësuar një pjesë çmime. Dhe për kuriozitet, mua sot më kanë ardhur, thonë nuk i kam mbledhur akoma, po ne kemi qindra mijëra kuintal turshi të importuara në Shqipëri deri në sot që flasim nga Kina me qindra kilogram. Nga India. Nga India kishim shumë, jo nuk kemi. Nga India s'kemi, kemi në sasi nga ato 2-3 kilogram që merren sa për mostër, si duket, por nuk kemi në sasi doganave. Salcë domate nga India. Jo, turshi. Po flet për turshi, vetëm për turshi. Dhe kemi nga Maqedonia pa fund, kemi nga Kosova nga pa fund, po nuk është produkti i Kosovës, është produkti importuar nga Kosovë, nga Iliri, dhe në Shqipëri ka importuar graniti, dhe atje të mbledhura, sepse i kam kërkuar të detajuara shifrat dhe do t'i publikoj tonën. Pra ne mos kemi... Një çështje që deshta me thonë se një problem se eksportohet është çështja e pagesave, sepse prodhuesi vendor nuk paguhet nga supermarketet apo rrjeti i tregtarëve, edhe në këtë mënyrë ata mbasi nuk mund t'i marrin parat me njëherë, tentojnë të eksportojnë, dhe për ata s'ka prodhime vendore në vend, po ato eksportohen, e pastaj na i importojnë ato që janë paketet ma turta, po që janë me çmime ma turta. Po kjo është një api problemeve që është atë pjesën financiare që po ndikon shumë që shumica e kompanive për shkak të mos likuiditetit të tyre të tentojnë të eksportojnë e jo të shesin në tregun vendor. Ilir, një ndër arsyet, unë kam qef ta përmend fakt se nuk i kemi përmend bashkë në Alert, edhe pse jemi bashkë shpesh në të studio projekt ligjin e ri në lidhje me financime, subvencionin e fermerëve 10% të vëshës në mos gaboj. Ajo është akoma projekt ligj? Jo, u miratua. Kaloje? Po. Okej. Çfarë të mira është më sjell mua si qytetar e këtij vendi? Në radhë të parë, në ligjet e bujqësisë, është ligji i parë që është i njësuar me Bashkimin Evropian. Pa flat rate compensation, pra ajo është i transpozuar plotësisht apo pjesërisht? Është totalisht. Ne fatkesisht i transpozuar pjesërisht? Jo, është totalisht. Ajo njihet në është direktive veçantë e Bashkimit Evropian, janë nenet 295-305, që lidhen me mbështetjen, me kompensimin e fermerit të vogël, i cili nuk është një biznes i regjistruar, pra nuk ka ku ta shkarkoj si ta marri atë të vëshën, por është një të vëshë jo e kredituar, se si ta marri, dhe prandaj është si direktive e Bashkimit Evropian, por nuk është e fiksuar nga Bashkimi Evropian, pra çdo shtet antar i Bashkimit Evropian, në bazë të algoritmeve dhe kalkulime, mund ta vendosi atë përqindje të caktuar. Ose para antarësimit, si ne. Po, tash po të themi politikat i bën çdo shtet. Po të themi Franca ka 45%, Italia e ka 8%, Kroacia e ka 8%, Polonia 7%, ne kemi 10%. Për mendimin tim është një ligj shumë i mirë. Pastaj, ajo që unë kam shqetësim, që mendoj që do të jetë një problem, është nëse ne nuk i vendosim instrumenta kontrolli. Ajo është më e rëndësishme. Pra, mos ketë abuzivitet, ajo që ka ndodhur për shumë para 5 vitesh, ku vetëm një kompani grumbulluese eksportuese mori rimbursim të VSH 1.3 milion euro. Pra, po t'i bëjshë 5 kompani, kishin marrë afërsisht 6 milion, 7 milion euro. Ndërkohë që asnjë lek nuk shkoi në xhepat e fermerit prodhues. Kjo do të bëjë atë që atë 10% do ta marrë fermeri. Se si kjo do të realizohet, pra çfarë dokumenti përveç asaj autofaturës që ai do dorëzoj produktet do marrë nga grumbulluesi apo nga përpunuesi, pra por nuk përfshihet tregtia. Dhe niptin e fermerit, ta themi se është rëndësishme. Po, dhe nipti e fermerit. Ndoshta instrumenti që do t'i garantoj taksapaguesve shqiptar dhe buxhetit të shtetit është që duhet të shoqërohet me atë certifikatën e tokës. Sepse në njësinë e sipërfaqes ti nuk mund të prodhosh më shumë se një normativ të caktuar.
këtu pastaj ti ke mundësi që ta kontrollosh që nuk ka abuzivitet. Pra, ky është një nga instrumentet që unë kam menduar që do të jetë një instrument i fortë për të kontrolluar. Dhe të jetë pa limit, besoj unë, sepse nuk ka limit. Po e bu vira e kuqe marruan parat për ty. Duhet të kesh parasysh që ke të bësh me fermerin e vogël. Fermeri i madh, është regjistruar në biznes. Fermeri i vogël ishte 10 lek për litër qumshi që u nisi herë dhe mirë, ato kanë qenë subvencion absolutisht i mirë. Të janë gjithmonë ato problematikat që kemi pas ne në politikat tona bujqësore, që i ndryshojmë çdo vit, pra nuk kemi një konstante në mënyrë që ta masish dhe ta vlerësosh dhe ta masish impaktin. Sektori bujqësisë gjithsesi është i vështirë. Kështu që unë jam shprehim shumë pozitiv me këtë, sepse një nga gjërat pastaj që duhet ta themi është që ky ligj do të bëjë të mundur formalizimin edhe të bujqësisë dhe të fermerit vogël. Pra nëse tani nuk... Kjo është një instrument shumë i mirë. Jemi përpara integrimit europian dhe çdo ligj që do bëhet, që duhet të bëhet, duhet të jetë i njësuar me atë të Bashkimit Evropian. Kemi filluar me këtë ligj, shikojmë se çfarë do ketë kosto kjo për ky NIPT? 16 miliardë për buxhet për individin. Jo, nuk ka kosto. Mund të jetë 3-4.000 lekë të reja vjetore, domethënë, po nuk ka kosto. Mjafton të regjistrohet në sistem. Ne i transpozojmë. Nuk e dim se si do të jetë, por për momentin jemi në këto vlera. Ne i transpozojmë po fatkeqësisht siç ishte rregulloria 625 dhe unë vazhdoj ta theksoj që është për kontrollet zyrtare dhe që është transpozuar pjesërisht. Unë nuk kam kohë, ju falenderoj shumë që ishit në Faleminderit. Ishte kënaqësi, zoti Gjergji. Zoti Selimi, ju falenderoj shumë për kohën dhe mendimet tuaja të vyera. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, shpresoj që do të dëgjohemi prapë. Me shumë kënaqësi. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, bashkë do të shihemi të premten e ardhshme në orën 21. Mos harroni, ritransmetohet nesër në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.